Nëse është e nevojshme, për të dhënë një efekt reagus proporcional, edhe ushtria mund dalë. Ky propozim i ministrit të drejtësisë për të angazhuar ushtrinë në luftën antikanabis duket se nuk është marrë seriozisht, të paktën nga pjesa e koalicionit qeverisës. Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli e pyetur për këtë çështje, deklaroi se kur flitet për forcat e armatosura duhet të flitet seriozisht, pasi siguria është një gjë serioze. Siguria është një gjë e serioze. Edhe forcat e armatosura janë një gjë serioze. Dhe kur flitet për forcat e armatosura dhe për gjërat serioze që ajo bën, duhet flitet seriozisht. Ju faleminderit. Gjërat serioze kanë të bëjnë me sigurinë e vendit. Faleminderit. Gjërat serioze kanë të bëjnë me sigurinë e vendit. Punët në demokraci janë të ndara. Gjithkush bën atë punë që i takon. Ju faleminderit. I pari rasti angazhimit të ushtrisë në një tjetër mision që nuk është mbrojtja ka qenë aksionin për pastrimin e vijës bregdetare para sezonit turistik. Një ditë më parë, ministri i drejtësisë Ylli Manjani propozoi angazhimin e ushtrisë për të ndarë Osotokur me fenomenin e mbjelljes së kanabis sativës. E vetmja që përshëndeti këtë propozim ishte opozita shqiptare, nëpërmjet ish-ministrit të Brendshëm Flamur Noka. Deklarata e ministres Kodheli u bë gjatë një aksioni ku përfshin 500 nxënës të arsimit profesional për mbjelljen e 5000 pemëve në malin e Krujës, me rastin e ditës së lumturimit të Nën Terezës. Në Fushkruj, një ditë më parë u gjet dhe u sekuestrua 1.3 ton kanabis sativa, e paketuar gati për tu tregtuar.